Në mëngjes apo në mbrëmje, ja kur duhet të pini qumësht. Qumështi është një nga produktet më të konsumuara të bulmetit, megjithatë koha e pirjes së tij është thelbësore për përthithjen e ushqyesve dhe organizmit për marrjen e disa vlerave të caktuara. Nëse dëshironi të merrni më shumë proteinë në mëngjes, atëherë qumshti duhet të pihet gjatë këtij vakti të rëndësishëm. Përveç proteinës, qumshti ofron magnez, fosfor dhe vitamina A. Nëse preferoni të kryeni aktivitete fizike në mëngjes, atëherë qumshtin mund ta pini gjatë këtij vakti për të furnizuar organizmin me proteinë dhe kalcium. Nëse dëshironi të jeni të ngopur për më gjatë, mëngjesi është koha më e mirë për të pirë qumshtin. Nëse qumshti ju shkakton fryrje, atëherë pijeni në mbrëmje. Nëse keni probleme me gjumin, atëherë në mbrëmje pini një gotë me qumësht të ngrohtë. Qumshti do ju qetësojë dhe do ju ndihmojë të flini. Nëse ndiheni të lodhur, atëherë pini qumësht në mbrëmje. Qumshti përmban aminoacide që ndihmojnë në trupin të çlodhë dhe serotonin dhe ndihmon gjithashtu të jeni më të qetësuar.